Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 24 vatra zjarri në të gjithë vendin, nga të cilat 7 vjojnë të inaktive dhe 2 të tjera janë në monitorim. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, për përballimin e situatës janë angazhuar 472 forca operacionale dhe 28 automjete zjarrfikëse. Forcat e armatosura kanë mbështetur operacionet me 129 efektiv, 3 automjete zjarrfikëse, 3 helikopter dhe 2 avion air traktor. Aktualisht në terren janë 140 efektiv të forcave të armatosura, 1 automjet zjarrfikës, 3 helikopter dhe 2 avion air traktor. Një nga vatrat kryesore vjen të jetë në malin e Dajtit në Tiranë, ku zjarri mbetet aktiv në të dy anët e Krishtlës. Operacioni për izolimin e tij po vjen me forcat operacionale dhe 50 efektiv të forcave të armatosura, të mbështetur nga një helikopter. Sipas autoriteteve, nuk ka rrezik për zonat e banuara. Në Gur-Lur të Dibrës po zhvillohet një nga operacionet më të mëdha me 180 forca bashkiake, 14 punonjës policie. Korridoret e hapura kanë ndihmuar në frenimin e përhapjes së zjarrit drejt banesave. Aktive vijojnë të jenë edhe vatrat në Bruç të Matit, Lufaj të Mirditës dhe Fushllaj të Pukës. Në Fushllaj era ka favorizuar përhapjen e flakëve drejt pyjeve të Tërbunit dhe Xhexhanit, ndërsa në terren janë angazhuar forcat zjarrfikëse. Në qaf Helmes në kufirin Dibër-Bulqiz, zjarri është shuar nga krahu i Bulqizës, ndërsa mbetet aktiv në drejtim të Selishtës. Edhe këtu autoritetet raportojnë se nuk ka rrezik për zonat e banuara. Ndërkohë në Vakumone të Tiranës situata është nën kontroll dhe vatra është izoluar, ndërsa zona e Priskës vjen të monitorohet. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile vjen monitorimin e situatës në të gjithë territorin, në koordinimin me prefekturat, bashkitë dhe strukturat e tjera të mbrojtjes civile.